Sonte nuk flasim për politik, as për kulturë, mite, as për legjenda. Flasim për fakte, për emra, data e vende, për njerëz që u zhdukën, për familje që u masakruan dhe për drejtësinë që ende diku, e munguar, e vonuar apo e harruar qëllimisht. Shkëlzen Gashi ka sjellë një libër që nuk lë vend për improvizime emocionale, Masakrat në Kosovë 98-99. Një libër i bazuar në dokumente, dëshmi dhe prova të forta. Sikur ky libër u heq të gjithë maskat shtërëmbërimeve historike. Nuk është libër për ata që duan të harrojnë të kaluarën, është një libër për ata që duan të kuptojnë dhe të kujtojnë të kaluarën. Sonte e kemi në Tetov për promovimin e veprës, por më shumë se kaq për t'i bërë disa pyetje rreth librit. Pse drejtësia nuk po vjen për masakrat në Kosovë? Do ta pyesim fare pak edhe për politikë. Mirë se vjen zotri Gashi në Tetov. Mirë se u gjeta, faleminderit shumë për ftesën. Shëtite sot në Tetov, si t'u duk Tetova? Po, ishte hera e dytë që po vinë Tetov, para 2 viteve kom qenë për herë të parë, për fat keq jo ma herët. Po herën e parë kom pas mundësi ma pak me e pa, tash pak ma shumë se herën e parë, edhe qytet i qetë, njerëz të mirë, gjuhë të ëmbël, edhe më boni përshtypje i pastër. Nashta juve këtu që jetoni nuk ju duket shumë i pastër, se doni me pas më të pastër si qytet, po unë gjithmonë të e krahasu me Prishtinën, më duke shumë maj pastër, maj qetë. Cili është ai motivi real që ke shkruar këtë libër? Drejtësia, historia, apo mungesa e të dyjave? Jo, e para është për me kuptu mas pari vetë se që ka ndodhë gjatë luftës në Kosovë, që ka ndodhë shumë shkelje dhe shumë vështirë, edhe është punë shumë e madhe për me kuptu krejt që ka ndodhë. Një punë një marrë me një segment, sikur të shënë masakrat, ka dhe plot shkelje tjera të rregullave të luftës, cila do të me u hulumtu edhe me u dokumentu. Arsyeja kryesore u kon me kuptu mas pari unë vetë, mas një hulumtimi, se çka ka ndodhë sa i takon masakrave në Kosovë, e mandej ato që e kuptoj unë me e kuptu edhe tjerë, lezuesit tjerë, po jo vetëm ata që flasin shqip. Për këtë arsye libri është edhe në 3 gjuhë, në shqip, në serbisht edhe në anglisht. Do të me e kuptu viktimat në radhë parë, dhe kjo është arsyeja kryesore pse libri është në shqip, meqense shumica dërmuese e viktimave janë shqiptar, po duhet me e kuptu edhe duhet me qenë edhe në serbisht, sepse duhet me e kuptu ata që i kanë kry shumicën dërmuese të këtyre krimeve që kanë qenë të nacionalitetit serb. Dhe në anglisht, për shkak se duhet në Bashkia Ndërkombëtare bota me pas të qartë se çka ka ndodhur gjatë luftës në Kosovë, sepse ata na kërkojnë me ngon që duhet të pajtohemi, duhet të ketë drejtësi mes komuniteteve, 2 komuniteteve kryesore që jetojnë në Kosovë, shqiptarëve dhe serbëve, po edhe mes 2 popujve, pjesëtarëve të 2 shteteve, Kosovës edhe Serbisë. Pra qëllimi është me kuptu të vërtetën, me ditë se cila është e vërteta për një segment caktuar të luftës në Kosovë, sikur që janë masakrat, e mandej edhe drejtësia natyrisht, edhe pajtimi që besa, sepse edhe ajo është një proces shumë i rëndësishëm, po këto nuk mundën me ndodhë pa e ditë sakt në radhë parë se që ka ndodhë gjatë luftës në Kosovë në 88-99. Sa masakra janë dokumentuar në këtë libër? Jo 105 të evidentume, dhe me thonë me mbi 5 persona të vramë, po të dokumentume janë 83, sepse për 22 masakra ka qenë pa mundshme me gjetë materiale të çfarë do natyre qoftë në gazetat rajonale, vendore, ndërkombëtare, në raportet të organizatave jo qeveritare për drejtat njerëzit në vend, rajon e botë, librat e botuar kudo ose në vendimet e gjykatave në Prishtinë, në Nënmikun edhe Uleksin ose në Beograd apo edhe në Tribunalin Penal Ndërkombëtar për krime lufte në Jugosllavi themelum për OKB-s. Domethënë për 22 ka qenë pamundshme me gjetë materiale, kurse 83 janë të dokumentuar me dhëna se çka ka ndodhur, ku ka ndodhur, çysh ka ndodhur, pse ka ndodhur, a është gjykuar dikush, a është dënuar dikush. Natyrisht jo të gjitha kanë materialet janë të shpjeguar në detaje, mirë po shumica dërmuese e këtyre 83 masakrave janë të shpjeguar në detaje me këto dhëna relevante dhe përveç se në 3 gjuhë dhe të ilustruar me fotografi kryesisht të fotografëve ndërkombëtar të publikuar nëpër agjencitë ndryshme ndërkombëtare. A janë të gjithë këto masakra të regjistruar vetëm ndaj komunitetit, do të thonë kosovarëve apo edhe komuniteteve tjera? Këto janë masakrat po flasim për komunitetet të cilët jetojnë në Kosovë. Ndaj gjithë kosovarëve, pa marrë parasysh përkatësinë e tyre etnike. Domethënë shumica dërmuese janë të kryer ndaj shqiptarëve, po ka edhe ndaj minoriteteve tjera, siç është minoriteti serb ose edhe rom, turq e kështu me radhë. Meqense masakrat të gjithë janë të rënda. Mirë po,
Cila është ajo masakra që juve u ka bërë përshtypje që ndoshta dy të jeni emocionuar aq shumë sa që ndoshta nuk keni shkruar? Masakrat që kanë ndodhur nëpër familje, ato janë më të rëndat. Për shembull në familjen Bogujevci në Pudujev, ose në familjen Vejsa, sidomos, ajo ka qenë për mua më e rënda se ka qenë edhe prej të parave. Kudo ku ka pas në familjen Shabani në Llashtic, familjen Bala në Pej, domethënë kudo ku ka pas masakra që janë kryer nëpër familje, që janë kryer kryesisht ndaj fëmijëve, ndaj grave, ndaj pleqve, ato kanë qenë më të rënda dhe më kanë prek më shumëti. Po cila masakër? Vejsa ndoshta është, këto që i përmenda, po Vejsa ndoshta është më e rënda, është në natën mes 1 dhe 2 prillit vitit 1999, pjesëtar të forcave policore serbe futën në familjen Vejsa, ku kanë qenë të trehum 13 fëmijë, 6 gra dhe 1 burr me tmeta mendore, edhe pa asnjë pretekst, kështu pa asnjë shkak, hynë në shtëpi edhe i vrasin, i masakrojnë pjesëtarët e familjes Vesa, Caka dhe Haxhi Avdia, edhe aty shpëton vetëm një djalë Dren Caka. Ajo është më e rënda sepse mes tjenash edhe për shkak se krejt që ka mbet për aty në të vramëve, eshtrat dhe janë fut në një batanie dhe janë varros në varrezat e qytetit të Gjakovës. Kjo ka qenë më e rënda edhe për shkak të dëshmisë që i mbijetumi vetëm i kësaj masakre Dren Caka, që është një prej dëshmive më kredibile sipas Tribunalit Penal Ndërkombëtar me sedi në Hag. Ai ka pas një dëshmi me shumë detaje, edhe ka dhënë shumë intervista, edhe ka qenë masakër, domethënë e tmerrshme, fort e tmerrshme. Ata që e kanë kryer bile kanë qenë pjesëtar që dikur janë udhëheqë edhe prej Legjas, personi që ka marrë pjesë në vrasjen e ish-kryeministit të Serbisë Zoran Xhinxhić. Kjo është, po edhe masakra në familjen Berisha në Suharek, po ashtu është shumë e rëndë. Familjen Bala në Pej është po ashtu shumë e rëndë. Përveç vrasjeve të fëmijëve, të grave, aty ka edhe përdhunime. Dorën zemër në një pjesë të konsiderueshme të këtyre masakrave ka pas edhe përdhunime të grave, të femrave shqiptare prej pjesëtarëve të forcave policore e ushtarake serbe. Temë kjo për cilën deri vonë është folë shumë pak në shoqërinë kosovare, kurse tash vitet e fundit flitet pak më shumë, është detabuizuar, nëse më me thonë kështu. Kur po flisni për masakrat, për krimet në Kosovë, shpeshherë jeni edhe shumë i zënshëm dhe kritik ndaj drejtësisë së Kosovës dhe drejtësisë ndërkombëtare. Mendoni se ka dështuar drejtësia? Absolutisht po. Domethënë, Tribunali Penal Ndërkombëtar për krime lufte në Jugosllavi themeluar në vitin 1993, ajo është marrë më shumë me palët në konflikt. Edhe me palën kroate, me palën bosnjake, sidomos me palën serbe, po edhe me palën kosovare, sepse në tribunal kanë qenë të akuzuar edhe pjesëtar të palës shqiptare. Tribunali i Hagës në vitin 2009 dhe në vitin 2014 ka vendosur me i dënu udhëheqësit kryesor politik, ushtarakët dhe policor të Serbisë përkatësisht Jugosllavisë. Nuk është dënu presidenti i Republikës Federale të Jugosllavisë Slobodan Milošević sepse ka ndru jetë në qelinë e tribunalit të Hagë, burgu të Hagës. Nuk është dënu as presidenti i Serbisë Milutinović, është liru, mirë po është dënu Nikola Shajinović, zëvendës kryeministri i Republikës Federale të Jugosllavisë, është dënu Dragoljub Ojdanić, shefi i shtabit përgjithshëm të ushtrisë Jugosllavisë, Sreten Lukić, komandanti i policisë serbe. Pra, ka pas dënim të urdhërdhënësve për krimet që janë kryer në Kosovë ndaj popullatës shqiptare, po këto dënime zakonisht janë dhënë kryesisht për dëbimin e popullatës shqiptare, rreth 1 milion shqiptarë dëbuar prej territorit të Kosovës, janë dënuar për përsekutim të njerëzve, për shkatërimet që kanë ndodhur, edhe vetëm për 10 masakra prej 105 masakrave. Mandej Tribunali i Hagës ka vendosur kështu, ka thonë, ne i kemi dënuar urdhërdhënësit politik, ushtarakët dhe policor për krimet që kanë ndodhur në Kosovë, kurse ekzekutuesit e këtyre krimeve duhet dënohen nga gjykatat speciale që duhet i themelojnë vendet e ish-Jugosllavisë. Serbia ka themeluar më njëherë mas vitit 2000, domethënë mas rënjes Miloševićit prej pushtetit, ka themeluar një gjykatë të lartë për krime lufte me selinë në Beograd. Mirë, po kjo gjykatë i ka dënuar vetëm për 3-4 masakra, ka dhënë dënime të atyre që kanë ekzekutuar krimet ndaj shqiptarëve në Kosovë, kurse gjykatat në Kosovë, nënën Mikun edhe nëna Oleksi nuk janë marrë fare me krimet që pjesëtarët të forcave policore ushtarake serbo-jugoslave i kanë kryer ndaj civilëve shqiptarë.
Çka ka ndodhur është tek në këto 4-5 vitet e fundit, domethënë gjatë kësaj dekade, gjykatat në Kosovë nëpër qytete të ndryshme të Kosovës kanë arrestuar kryesisht në veri, po edhe në pika tjera kufitare mes Kosovës e Serbisë, sa herë që persona dyshumë të nacionalitetit serb janë fut në territor të Kosovës, janë arrestuar dhe kanë filluar gjykime për 3-4 masakra, ndoshta kështu pak a shumë. Kështu që prej 105 masakrave, realisht për 92 masakra nuk është gjykuar, nuk është dënuar askush. Po them edhe një herë, e thash në fillim, po e përsëris. Masakrat janë veç njëna prej shkeljeve të rregullave të luftës që kanë ndodhur në Kosovë në 88-99, ku janë vrasjet individuale, vrasjet e targetuara të elitës politike, kulturore, intelektuale të shqiptarëve të Kosovës. Pastaj përdhunimet, Human Rights Watch thotë rreth 20.000 gra janë përdhunuar gjatë luftës në Kosovë. Po që edhe s'qenka e vërtet kjo shifë, edhe pse po e thot një organizatë jo qeveritare kredibile, sikur që është Human Rights Watch, edhe pse mund të jetë aproksimative, po edhe me qenë 10 fish më pak, prap 2000 është shumë dhe është shumë mos me u dënu kërkush. Pastaj dëbimet e njerëzve, shkatrimet e shtëpiave, të ambulantave, të objekteve fetare, të monumenteve kulturore, vrasjet e baktive, plaçkitjet, torturimet, kidnapimet e njerëzve. Rreth 10.000 njerëz kanë qenë nëpër burgjet e Serbisë në vitin 88-99. Kështu që për këto nuk ka, domethënë, sen i parë që duhet me ndodhë është që kjo me i evidentu, me i dokumentu dhe me i prezentu në mënyrë sa ma profesionale, objektive, pa gjutur rejtjes, pa dallime etnike, me i prezentu krejt ato që ka ndodhur gjatë luftës 98-99, kjo është e para. E dyta mandej që është shumë e rëndësishme, duhet me pas drejtësi. Ata që i kanë dhënë urdhrat janë dënuar, mirë po ata që i kanë kryer krimet nuk janë dënuar dhe ende të lirë sot nëpër Serbi. Duhet me pas dënimet njerëzve që i kanë kryer krime, duhet me pas kompenzim për viktimat, për familjarët e viktimave kështu me radhë. A dëshoj që të pjesë kur po fajsonim ndërkombëtarët, ku është këtu përgjegjësia e institucioneve të Kosovës? Sa kanë bërë institucionet e Kosovës këtu për familjet, masakra, domethënë? Jo, dhe institucionet e Kosovës kanë faj shumë të madh dhe gjykatat e Kosovës, sepse prej vitit 2008 kur Kosova shpall shteti i pavarur e sovran, deri në vitin 2020 ka pas tmerrsisht pak përndjekje, arrestime, aktakuza, gjykime e dënimet atyre që i kanë kryer krimet. Edhe po përveç kësaj është shumë e rëndësishme që institucionet e Kosovës kanë dështuar dokumentimin e krimeve. Kjo duhet me u thonë zëshëm edhe nuk kanë dështuar vetëm institucionet shtetërore, sikur që janë Instituti për krimet e luftës që është themeluar në vitin 2009 në Kosovë, është mbyllur në vitin 2019. Tash Qeveria Kurti e ka hap prap funksionon në mënyrë jo të duhur. Nuk është vetëm kjo, po edhe shoqëria civile në Kosovë dhe organizatat jo qeveritare dhe mediat, nuk e kanë bërë punën e vetë si duhet, është punë sipërfaqësore, hulumtim jo rëndësor, jo i themelt, mandej dokumentim jo profesional e kështu me radhë. Kështu që mendoj se nëse kemi dështu mi dokumentu krimet që kanë ndodhur në vitin 1912-13 që kanë qenë të mërshme njësoj sikur këto për më thonë ma shumë, vitin 1918-19, vitin 1944-45, për shkak se kemi qenë rrethana që kemi qenë të varfër, të shtypun, të përbuzën, të nëpërkambun, të pa arsimum me kështu me radhë. Tash edhe me këtë zhvillim teknologjike me kështu nuk guxojmë me leju që mos me u dokumentu krimet, mos me u hulumtu dhe mos me u dokumentu krimet që kanë ndodhur në 98-99 si duhet, sepse mendoj që kjo është treni i fundit, sepse edhe shumë prej dëshmitarëve domethënë mund me ndru jetë dhe nuk është mirë me lënë këtë shans për me ikë. Cila është ajo gënjeshtra më e madhe që është thënë për luftën e Kosovës dhe cila është e vërteta që ju e keni zbuluar gjatë procesit apo krimit të kësaj vepre? Gënjeshtra më e madhe, po ka shumë gënjeshtra, për shembull një pikë gënjeshtrave më të mëdha që regjimi i Serbisë ka përhapur luftën në Kosovë, sidomos nëpër çarçe kështu fashiste nëpër Evropë, është se apo kemi vrarë musliman atje. Për shembull Vukošnaj, ose ka plot partije të ekstremit djathtë në vendet ndryshme të Bashkimit Evropian, kemi ndihmu këta atje musliman. Që nuk është e vërtetë për shembull se krimet e tmerrshme që janë kryer për regjimin e Serbisë në krye me Slobodan Miloševićin nuk janë bërë për arsye të përkatësisë fetare të shqiptarëve në Kosovë. Për shembull, masakra më e madhe që ka ndodhur në Kosovë gjatë luftës 98-99 numerikisht, që është në fshatin Mej të Gjakovës, ku janë diku rreth 370 qytetarë shqiptarë të pafajshëm, civil, të paarmatosur, të vramë, të masakruar,
madje përveç se të vramet masakrum, kufomat e tyne dhe jenë vjedhë dhe jenë qu në Batajnic, kjo për shembull nuk ka ndodhur ndaj muslimanëve. Shumica e vramëve aty kanë qenë shqiptarë të komunitetit katolik. Kjo është rana që e kanë përhap më shumë këtij regjimi i Serbisë. Edhe në promovim të librit në mars, isha në Berlin, libri është promovuar në për shumë qytete, një digresion kështu në për shumë qytete të Evropës, në Berlin, në Vjenë, në Zürich, në Luksemburg, në Gjenevë, në New York, në një universitet amerikan atje. Do me thonë, në Berlin, ato e ka moderu një gazetari i gazetës Frankfurter Allgemeine Zeitung, Michael Martens. Edhe ai kur e ka lexuar librin, o habit që masakra më e madhe është në Mej dhe ka ndodhur ndaj komunitetit katolik shqiptar në Kosovë, mandej ka vendosur me ardh Mej, me 27 prill ka qëndruar 3 ditë atje, e kam shoqëruar gjatë qëndrimit në Mej, edhe ka bërë një shkrim për gazetën më të madhe gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung për me kundërshtu këtë gënjeshtër madhe. Kjo është gënjeshtra e parë që më ranë mend, po gënjeshtra kemi bërë edhe na, për shkak se i kemi për shembull nuk kemi leju me u fol për gati 2 dekada për përdhënimet, edhe i kemi stigmatizuar ata që kanë guxuar me fol për përdhënimet. Ose një gënjeshtër tjetër të madhe që e kemi bërë shumë prej viktimave, civilëve të vramë, i kemi shkruar si ushtar, dhe kjo është bë familjarët ose rrethi aty e ka bërë për 2 arsye. Para ka qenë për shkak të prestigjit, se nuk kanë dashur që djali përkatësisht vajza e tyne me u shënu si viktim, me pas status tull, se viktima ka pas status tull që është një kosovare, po duhet me i shkru si pjesëtar të QK-s, njërë që me ngrit prestigjin e tyne në shoqërinë kosovare. Dhe dyta për arsye monetare, sepse nëse ju jeni familjar, jeni prindi një viktime, një personi dëvram gjatë luftës në Kosovë, nëse ajo është shkruar si viktim, ju e merrni një shumë të caktuar. Nëse është i shkruar si pjesëtar i QK-s, ju e merrni 2 fishin e asaj shumë. Kështu që kjo është një prej rrenave që kemi bëna, ose se ka plot kështu gënjeshtra që po thotë, po ose një tjetër për shembull që e bën Serbia më të madhe është që kur jam mëson fëmijëve përmes teksteve mësimore të historisë, shkollave fillore të mesme, kur jam mëson luftën në Kosovë, sipas saj viktimat shqiptare në Kosovë janë 0, nuk ka pas viktima. Kurse numri i viktimave serbe e 2 fishan. Po të njëjtën gjë e bëjmë edhe na, e 2 fishojmë ose e 3 fishojmë numrin e viktimave, e kopjojmë Serbinë në këtë pikë që s'kemi nevojë me kuptu, sepse e vërteta është në anën tonë dhe na jemi viktima, ata janë agresori. Ne me lazëm me dalë dhe me 2 fishu ose 3 fishu numrin e të vramëve, ose edhe me përdor gjuhë të urrejtjes. A është arritur që të zbulon të gjithë masakrat, të hulumton me një farë mënyrë të gjithë masakrat në Kosovë, dhe sa raste të tjera mbesin të heshtura? Jo, mundet me pasur edhe plot raste të tjera që unë si di, unë i kam identifikuar mbas listës që e kam marrë prej Fondit për Drejtën Humanitare, dhe aty mbi 10 të vramë, nëse kanë qenë me një datë, në një lokacion të caktuar, në një fshat, mbi 10 persona të vramë, unë kam filluar me hulumtu për ato dhe me pase çka ka ndodhur. Po ka pas plot raste edhe kur nuk janë qenë mbi 10, ka pas qenë më pak se 10, mbi 5, po më pak se 10. Edhe për 22 masakra, për shembull, ka qenë totalisht e pamundshme me gjetë materiale që thash edhe më herët në gazeta, në raporte, në vendime të gjykatave, në libra, në kështu me radhë. Tash që i bie do të kemi edhe vazhdimsi të librit? Na kemi provu se tash jemi të dashur me bo libri ka dalë që 1 vit e pak, edhe jemi të dashur me bo ka fundi vitit, se gjatë këtij viti kemi punu për me shndru librin në website, edhe me kon website në 3 gjuhë, shqip, serbisht, anglisht, ilustru me fotografi, ndoshta edhe me video, ku njerëzit kudo kofshin në botë, në Londër, Paris, Pekin, Moskë, Washington, Rom, kudo, me pas çësje pa pagesë dhe pas një pengesë për me mujtë me mësu për masakrat. Edhe gjatë kësaj periudhe kemi tentuar me lyp materiale për këto 22 masakrat, me dalë edhe një herë në terren edhe me pa mos po gjejmë materiale, po ka qenë shumë e vështirë për mos me thonë e pamundshme. Po ndoshta institucionet e Kosovës, tash kemi atë Institutin për krimet e luftës që e ka themeluar qeveria e Kosovës, do të më bëni punë me shku me hulumtu më shumë në terren dhe me pa mos mujnë me gjetë materiale shtesë, edhe pse tash është shumë vështirë, se kanë kaluar 26 vite e para, e dyta shumë njerëz që janë të mbjetuar ose familjarët të masakruarve nuk jetojnë në Kosovë, jetojnë jashtë, ose edhe një pjesë tjetër e njerëzve nuk dojnë me folë më për këtë temë, sepse janë shumë të ngarkuar dhe ju bën keq kjo. Sikur
edhe mu që si kom përjetu ato, po jam marrë me këtë temë për 4 vjetë e gjysë 5, edhe që 1 vjet vazhdoj me folë të e prezentu librin, e vrej që ndikon negativisht kjo. Kështu që është e kuptueshme këtë që ka njerëz që nuk dojnë edhe me folë për këtë temë. Po, menoj që dokumentimi edhe prezentimi i masakrave nuk po them që është libër i përkryjm, larg asaj, ka nevojë për plotësime e përmirësime shumë, po është një punë me cilën menoj se nuk është që duhet me investu ta shumë për me u marrë me të. Mendoj që institucionet e Kosovës siç dash tash mu fokusu ma shumë në këto shkelje tjera të rregullave të luftës, me bëni libër jo si ky, po më të mirë se ky për shembull për përdhunimet ose për vrasjet e intelektualëve. Për shkelje tjera. Për shkelje tjera të rregullave të luftës. Për shembull, një libër për vrasjet e intelektualëve si Bajram Kelmendi, Femi Agani, Bardul Çaushi, Latif Berisha, këta profesorë ose intelektualë e veprimtar të dallum të Kosovës. Kështu që mendoj atje duhet me u fokusu edhe në mënyrë që me përmbledh ndoshta për një gjysmë dekadë ose për 1 dekadë hulumtimin edhe dokumentimin e shkeljeve të rregullave të luftës në Kosovë në vitet 98-99. Do doja që t'ju pyes edhe më shumë rreth librit, po mbase nuk të kemi shumë shpesh këtu në Tetov. Sigurisht që libri meriton që bisedohet edhe të ketë më shumë emisione podcaste në të ardhmen. Po si që përmenda nuk vjen shpesh në Tetov, po do doja që t'ju pyes pak edhe për politikën, për fare në fund. Çfarë po ndodh me establishmentin në Kosovë, ka po shkon Kosova? Në Kosovë ka një gjendje shumë të keqe, për një mori arsyesh, për shkak se për 20 vjet është punu mrapsht, edhe për këto 4-5 vjet nuk është punu sa e si duhet, edhe arsyeja kryesore është se për fat të keq në Kosovë në këto 4-5 vitet e fundit nuk kemi ato që është shumë e rëndësishme me pas një shoqëni. Nuk kemi opozitë, edhe nuk kemi media. Domethënë Kosova është i vetmi vend, po më duket, në rajon ku nuk ka opozitë. Ka grupacione politike që ma shumë ju ngjasojnë grupeve të interesit sa partive politike, cilat nuk opozitojnë, nuk bëjnë opozitë ndaj qeverisë, nuk japin vrejtje, nuk japin kritika, nuk japin, po ka ma shumë sharje, insinuata, shpifje, fyrje, zhurmë, shpifje kështu me radhë, edhe nuk kemi media cilat kishin me qenë ndërmjet pushtetit edhe qytetarëve, po kemi do me thënë të farë formacione paramediale, se s'po di qysh me i qujtë ndryshe, edhe pashtu nuk kemi shoqëni civile. Do me thënë jemi një situatë shumë të pakëndshme, kisha me thonë, edhe do me thonë tash edhe me këto blokadat për shkak se nuk po themelohen institucionet e Kosovës, edhe me gjans kemi me pas shumë shpejt brenda javësh zgjedhje të jashtëzakonshme të parakohshme, mandej kemi me pas prap në pranverën e vitit tashëm zgjedhje, sepse do të ketë një blokadë 3 për zgjedhjen e presidentit, përkatësisht presidentës të Kosovës. Kështu që krejt ky vit që po e lam, edhe viti që po vjen ka me qenë me kriza. Nuk është se edhe ne këtu jemi më mirë, por si e komentoni ndërhyrjen e Albin Kurtit në politikën shqiptare këtu në Maqedoni? Apo ndërhyn? Pa. Në që kuptim? Duke parë shpesher takime me eksponent të koalicionit Vlen këtu në Maqedoni. Po, unë nuk e di deri në çfarë shkallë, po ndërhyn kryeministri Kurti dhe lëvizja, subjekti që ai drejton lëvizja politike, vetvendosje në politikën e Maqedonisë. Nuk e di ndërhyn njëjtë edhe Edi Rama këtu, ha? Ndoshta Edi Rama krahu tjetër shqiptar. Po. Paraqet problem kjo për shqiptarët e Maqedonisë që po ndërhyn këto dyja? Ka një pjesë që kanë simpati për Albin Kurtin, por ka një pjesë që ka simpati për Edi Ramën, që mundet me qenë më e vogël ndoshta? Po, ashtu është. Po. Bën mirë Albin Kurti që ndërhyn politikën sidomos. Ato e dini ju, apo bën mirë që po ndërhyn ju si qytetar që jetoni këtu, edhe a keni nevojë për ndërhyrjen e tij, se nuk e di. Muj me pa kështu që ai ndërhyn bashkë me Edi Ramën, ndërhyn për interesat e tyre, apo jo? Po cilat janë interesat e tyre që po ndërhyn këtu? Edhe ata ndoshta kanë interes të dytë, si njëri si tjetri, me u portretu ose edhe me u prezantu para bashkisë ndërkombëtare si lider
të kombit. Të shqiptarëve në Ballkan kudo që janë. Edhe tash ju si shqiptar që jetoni këtu, forcat politike, përfaqësues të forcave politike, duhet me pasë ndërhyrja e cilit i konvenon komunitetit shqiptar më shumë, prej cilit mundet me pas përfitim. Jo prej ndërhyrjes, jo çfarë përfitimi mund me pas liderët e partive politike, sa ajo nuk është e rëndësishme. Qytetarët shqiptar të Maqedonisë nuk duhet me i leju politikanë që i përfaqësojnë ata, me i përdor kur negociojnë me Ramën, me Kurtin, ose edhe me Maqedonët, ose edhe me bashkësinë ndërkombëtare. Ndoshta edhe partive politike këtu në Maqedoni ju vjen mirë. Nuk e di ato, po unë menoj që qytetarët shqiptarë të Maqedonisë mas pari duhet me pas qartë çka po dojnë me mbri në politikë. Do me thonë, jo në politikat lokale, sikur që qeverisja komunës Tetovës, ose Gostivarit, ose komunave tjera të banume me shumicë shqiptare. Po çka po dojnë si komunitet? Nëse shqiptarët e përbojnë 20, 25, 30% të popullatës e Maqedonisë, cili është qëllimi i tyre? Dojnë me qenë element konstituiv brenda shtetit të Maqedonisë? Dojnë me u shkëput për i Maqedonisë, me u bashku me Shqipnin, dojnë me u bashku me Kosovën, dojnë me cila është më e mira. Tash prej jashtë duket që më e mira është shqiptarët e Maqedonisë me qenë element konstituiv i shtetit të Maqedonisë, me qenë element i fortë pa cilën shteti i Maqedonisë nuk mundet me vendosë. Edhe në këtë pikë shqiptarët e Maqedonisë dhe përfaqësuesit e tyre politik nuk duhet me leju me i përdorë Edi Rama as Albin Kurti, po ata duhet me pas kërkesat e tyre. Edhe me thonë këto janë qëllimet tona. Na dojmë kështu për universitetin publik të Tetovës, ose na e dojmë edhe një universitet, nëse është e nevojshme ajo, ose na e dojmë një spital vetëm të shqiptarëve, edhe pse kjo s'kish më pëlqy në parim, sepse menoj që duhet me konë multietnike dhe duhet me pas, ose bietnike, edhe me pas bashkëjetesë, me pas bashkëpunim mes shqiptarëve dhe maqedonëve. Po nëse kjo nuk mundet me ndodh, atëherë duhet me i vendosin atë janë kërkesat e shqiptarëve të Maqedonisë. Dojmë që gjuha shqipe, për shembull, me qenë gjuhë zyrtare në krejt territorin e Maqedonisë, se jemi 20, 25, 30% shqiptar. Pse mos me përkon gjuha shqipe gjuhë zyrtare? Edhe për shembull, nëse i keni këto kërkesa, atëherë kur takohen përfaqësues të partive politike me Kurtin ose me Ramën, ose edhe kur qytetarët, elita e aktivist, gazetar sikur ju, aktivist të shoqërisë civile, profesor, intelektual, kur takohen me këta dy udhëhec shqiptarëve, Ramën dhe Kurtin, duhet me i thonë që këtu janë kërkesat tona, a mundeni me na ndihmu diçka? Nëse nuk mundeni me na ndihmu, atëherë mos na pengoni dhe bëheni luftën vetë me përfaqësues politik të Maqedonisë. Do me thonë, shihni interesat e juja, sepse ajo që unë kom mujt me pa, do me thonë, është ndërhyrja e Shqipnisë në Kosovë, ka qenë shumicë ndërmuese të rasteve e dëmshme për Kosovën. Edhe unë kam frikë që edhe ndërhyrja e Shqipërisë në Maqedoni këtu mundet me qenë e dëmshme për vetë shqiptarët, sepse ata i shohin interesat e tyre atje në radhë të parë dhe jo interesat e shqiptarëve të Maqedonisë. Nuk e di çush është me Kurtin këtu, po mendoj se duhet me pas kujdes edhe se ju doni mi pas prioritet interesat e juja këtu, edhe në çdo takim edhe ballafaqe me politikanët si të Shqipnisë, si të Kosovës, duhet me kërku me ngulm që ju me i realizu këto kërkesa dhe me pa se a mujnë me ju mbështet ata. Nëse nuk mujnë me ju mbështet, mos me i leju me ju pengu. Shpresoj që shqiptarët e Maqedonisë ta kishin parë këtë intervistë, ta kishin kuptuar mesazhin drejt dhe të reflektojnë. Unë të falenderoj shumë për intervistën, kohën. Faleminderit shumë, edhe unë të falenderoj shumë ty edhe mediumin që të drejton. Këtu të kom sjell edhe një libër për ty dhe për mediumin që e drejton, edhe unë ju uroj juve gjithë mirat në punën e juaj, edhe ju falenderoj shumë për intervistën edhe për mundësi. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe për juve.